e bësh vetë? Apo do pish kafe mas i mund? Por, u bëra një ditë shumë keq me stomakun. Tani do ta provoj. Inshallah se ha. Tani kafe për mish, kafe për petulla, kafe për speca, për gura. Po debatojnë akoma për mishin? Jo, i tha je bërë si Lidia, i tha. Nuk e ka me Olën, do t'i ishte ditura e mu. Se s'ka qa të bëj, s'ka asi që këtu në shpesh, opinioniste edhe. Qa të bëj, thot? Ketë në shpres që t'i vërsule mund. Po unë nuk i vërsule masaj. Unë kam për të larë Lori kafen. Punë të mbarë. Apo kështë ati ke keni në i muabet? E kisim në fakt. Ja, po ike, e laj pastaj. Po sa të bëj kafen? Po bëja. Në shkoj të marrë filxhanin tim të preferuar, uroj t'jetë këtu, jo, s'është. Do bëj kafen dhe pastaj vazhdoni. Se dhe duhet të vishem për t'i larë këto se kam, jam me barkun jashtë. Unë do doja të di gjë kështu, të sakt fare. Se unë e di që ti je sinqert edhe. Jepi. Je influencuar nga njëri? Ja. Në një bisedë me dikë? Ja, nëse do isha influencuar nga dikush, do kisha bërë këtë bisedën tani që ditën e dytë të gjës. Jo, mos e influencuar kohë të fundit. Ja, as pak. Shumë mirë. As pak. Nëse do isha influencuar, do kisha bërë më para këtë bisedën. Nuk kam nga cili influencojmë, nuk jam unë ajo që i dëgjoj të tjerët. Po ti dëgjoja do kisha vepruar ndryshe. Po ti pse jam kaq i qetë në këtë gjë? Pse e kaq i qetë? Sepse do të takoj prapë jashtë. Nuk e kam. Nuk mendoj që kemi bërë diçka këtu që t'i marrim qëndrim njëri tjetrit jashtë. Absolutisht jo. Vlerësimi është i njëjtë. Prandaj jam kaq i qetë. Dhe këto gjëra që do të them do t'i them më vonë, mund t'i them jashtë. Mirë do ishte t'i thoje këtu, përderisa gjëja nisi këtu. Po jo, zëma, mirë do ishte sepse ti t'i kam thoje thënë këtu. sa gjëra dhe siç duket si ke kuptuar tamam.